Ajo që ka ndodhur midis shqiptarëve dhe serbëve është gati unikale. Serbët kanë qenë gjithmonë agresori dhe kanë marrë rolin e viktimës. Kanë arritur që me mjeshtërinë e tyre dhe me djallëzinë të sensibilizojnë opinionin në favorin e tyre dhe t'ja transferojnë, t'ja delegojnë gjithë përgjegjësinë e konflikteve shqiptarëve, njerëzve të pafajshëm. Është një gjë që nuk duhet të ndodhë, është një gjë që na obligon ne shqiptarëve që përveç përplasjeve normale, politike, përsa i përket qarkullimit në pushtet opozitave, të majorancës e të tjera, ne duhet bëjmë kujdes që ka një gjë shumë më të madhe që është çështja kombëtare. Dhe për çështjen kombëtare ne duhet bëhemi një. Që u ndodha tamam në kohën e masakrës në Gjenevë. Ishte janari vitit 1999, më 15 janar ndodhi masakra. 2 ditë më vonë, ishte ditë e hënë, mbajmë shumë mirë, në zyrën e ambasadorit të Shqipërisë, tek unë, trokiti dera dhe u fut vrullshëm një djalë i ri, një djalë i Kosovës, që unë kisha pak ditë që e kisha njohur. Ishte pikërisht Tahir Shabani, një aktivist i shquar i atyre kohëve, i cili ishte i zbehur në fytyrë, gati pa frym, i tronditur, i tmerruar, erdhi pranë meje dhe lëshoi mbi tavolinën time një tuf fotografish, sa që u mbush gjithë sipërfaqja e tavolinës dhe CD-s. Dhe përmes lotëve, gati i ngashëryer, filloi të tregonte shiko se çfarë ka ndodhur. I thash Tahir, unë i di këto sepse kanë ndjekur lajmet, i kam parë, por sidoqoftë ato çka solli ai ishin jashtëzakonisht shumë prekse. Dhe në pranitë të Tahirit unë njoftova menjëherë qeverinë time, sepse kështu është rregulli, për të marrë autorizimin e saj, i rash telefonave të disa prej drejtuesve të organizatave ndërkombëtare me selin në Gjenevë, Mary Robinson ishte kryetarja e Komisionit Drejtave të Njeriut, Sadako Ogata ishte drejtuesja e organizatës për refugjatët, Branson McKinley ishte për migracionin, e të tjera, dhe ju kërkova takime. Në takimet që pata me to, transmetova shqetësimin për atë që ka kishte ndodhur dhe kërkova me insistim që ato të tregoshin pakës më të vendosur për arsye se ta përshtypjen që e kishin marrë pak lehtë. Mendonin që këto janë gjëra që ndodhin, janë gjëra që nuk duhen amplifikuar e tjera. I thash, nuk është çështje amplifikimi, është çështje e ekzistencës së një populli të tërë. Dhe nuk vënoi, opinioni u sensibilizua, Bashkia Ndërkombëtare vendosi atë që vendosi, domethënë thirrjen e Rambujes dhe pastaj bombardimin e Jugosllavisë si përgjegjëse për këto që ndodhin këtu në Kosovë.